E pabesueshme, por e vërtet, Shqipëria dhe Kosova janë vetëm një hap larg play-offit të botrorit. Pasi Shqipëria fitoi ndaj Serbisë në shifrat 0-1, edhe Kosova ka bërë të njëjtën gjë, duke bërë një arritje historike pasi ka mundur Suedin në shifrat 0-1. Goli i Fisnik Aslanit në minutën e 32 të takimit do të jepte fitoren e madhe Kosovës, që pas këtij rezultati renditën në vendin e dytë me 7 pikë, ndërsa pas tyre vjen Slovenia me 3 pikë. Ndeshja e radhës do të jetë direkte me Slovenisë dhe Kosovës, por edhe në rast humbje, Kosova ka gjithçka në dorë pasi luan në takimin e fundit ndaj Zvicrës në shtëpi, një Zvicër e pa motivuar dhe një Zvicër me shqiptar që ka siguruar vendin e parë. Takimi në Suedi u zhvillua si një festë e madhe për fitoren e Shqipërisë kundër Serbisë. Ajo që është vënë re është fakti se në stadium, por edhe jashtë stadiumit, kishte shumë flamuj të Shqipërisë dhe njëkohësisht shumë thirrje patriotike dhe për atë dashurin se Kosova është zemra e Shqipërisë, dhe në fund të takimit të gjithë tifozët kanë ngritur flamurin kuqezi duke festuar së bashku me lojtarët. Gjithashtu në stadium u hap një flamur i madh i Shqipërisë në shenjë feste për atë që bëri dje Shqipëria kundër Serbisë. Madje edhe autori i golit, Fisnik Aslani, ka bërë një përshëndetje për Ej Manajn duke festuar me shqiponj pasi tulli rjetën e Suedisë. Një fitore e madhe dhe lutemi Zotit që Shqipëria dhe Kosova të shkojnë së bashku në botror. Çfarë kënaqësie do të ishte.